بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وتوفيقا يا رب العالمين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Memin e Allahut atë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë atij, lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndoshta Allahu udhëzon, nuk ka kusht ta devijojë, cili ndoshta devijon, nuk ka kusht ta udhëzojë atë as kusht tjetër përveç Allahut Jalla fi ula. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjithë besimtarët që ndoqën dhe do ta ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. O Allah, ty të lutemi të na japësh dije të dobishme, të na bësh dobi me atë që mësojmë, të na japësh furnizim të bollshëm, punë të pranuar, dhe të na bësh që të përfitojmë me këtë mësim, me këtë cikël mësimor në shpjegimin e akides së Ibn Abi Zeid al-Qayrawanit, të na bësh prej atyre që dëgjojmë fjalën e pasojmë në mënyrën më të mirë. Amin. Jemi në fjalën e autorit, Allahu mëshiroft, kur thot: "Kellama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dhatihi, la khalqun min khalqihi, wa tajalla lil jabal fasara dakkan min jalalihi, wa anna al-Qur'ana kalamullah ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد." Thot autori, Allahu mëshiroft, Allahu subhanahu wa taala i foli Musait me fjalën e tij, e cila është cilësi e vetës së tij. Nuk është krijesë prej krijesave të tija. Dhe Allahu kur ju shfaq malit, mali thot u bë pluhur prej madhështisë së tij subhanahu wa taala. Dhe se Kurani është fjala e Allahut, nuk është i krijuar që do të zhduket, dhe as cilësi e krijuar që do të shterohet, do të mbarojë. Allahu subhanahu wa taala, këtu autori futet në temën e cilësisë së Allahut të fjalës. Allahu subhanahu wa taala është i cilësuar në pafillimsi dhe është i cilësuar në pafundësi me cilësinë e të folurit. Allahu subhanahu wa taala ka folur dhe fjala e tij subhanahu wa taala është e përjetshme, e përhershme. Ka qenë me të që në pafillimsi dhe do të jetë me të që në pafundësi. Ajo cilësia e Allahut subhanahu wa taala është cilësi e vetës së Allahut, e vetë qenies së Allahut, që nuk ndahet prej tij. Dhe është gjithashtu cilësi veprore që është e lidhur me dëshirën dhe me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Pra, ky është ndryshimi midis cilësive që kanë thënë dhatije, pra cilësitë e qenies së Allahut apo cilësi e vetës së Allahut, janë cilësi që janë tek Allahu, ndërsa cilësitë veprore janë ato cilësi të cilat janë të lidhura me dëshirën dhe me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Pra fjala në një aspekt është cilësi e vetës së Allahut, pasi ai gjithmonë është i cilësuar me fjalë, e në aspekt tjetër është cilësi veprore për shkak se Allahu flet, pra ajo cilësi është e lidhur me dëshirën dhe me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu flet atëherë kur ai do, ashtu siç do. Pra cilësia është e përhershme, ndërsa veprimi me këtë cilësi ka ndodhur atëherë kur ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu i ka folë Musait. Cilësia e fjalës është e përhershme, e përjetshme.
Mirë, po e folur e Musait ndodhi atje kur desh Allahu, pra, kur ishte Musai gjallë, e kur desh Allahu t'i flasi Musait alayhis salam. Gjithashtu kur i ka fol profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam natën e Isras dhe Mi'rajit. Allahu subhanahu wa taala është i pastër për të vepruarit diçka kot. Allahu subhanahu wa taala është i përsosur në çdo aspekt. Dhe prej përsosmërisë së tij xhelle fi ula është se ai nuk e bën diçka kot. Kështu që e folur e Allahu subhanahu wa taala ndahet në dy llojesh. E folur keunije, siç kanë thënë, ose mund të themi universale, e cila lidhet me krijimin apo me renditjen e kështu me radhë. Dhe është e folur sheriatike. E folura universale, Allahu subhanahu wa taala thot: "Inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Çështja e Allahut është se ai kur do diçka i thot bëhu dhe ajo bëhet. Pra kjo lidhet me krijimin. Ndërsa e folura e Allahut sheriatike apo fetare janë urdhresat, ndalesat, njoftimet që ai ka sjellë, domethënë, në librat e shpallur. Pra në librat që i ka zbritur profetëve alayhimus salam. Dhe fjala e Allahut subhanahu wa taala, sikur se kanë thënë, është se Allahu ka folur me harf dhe me z, pra me shkronjë, do të thënë që nuk është një diçka që nuk kuptohet. Është shkronjë që mund të shkruhet. Dhe z. Pra nuk është thjesht një diçka që Allahu ja ka inspiruar profetëve, i ka folur Musait alayhis salam, i ka folur dhe Musa i ka dëgjuar, dhe Allahu subhanahu wa taala, domethënë kjo fjalë dëgjuar është dhe pra me harf që kanë thënë që mund të shkruhet, pra nuk është fjalë e çuditshme, është fjalë e qartë e cila kuptohet. Thot Allahu wa kallama Allahu Musa taklima. Allahu i ka folur Musait, pra me të folur, taklima. Kjo me të folur është përforcuese që kjo fjalë ka ndodhur për Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë Allahu ka folur dhe Musai e ka dëgjuar. Dhe fjala e Allahu subhanahu wa taala është, sikur se kemi thënë, nuk ka fillim, është pjesë e tija, edhe kemi përmend në mësimin e kaluar se përsosmëria e Allahu subhanahu wa taala është në moment që cilësitë e tija xhelle fi ula e kanë një veprim të përhershëm. Pra ne nuk mund të themi vetëm se Allahu azza wa jall ka qenë i cilësuar me ato cilësi dhe nuk ka vepruar. Padyshim që përsosmëria e Allahut është në moment që ne pohojmë që Allahu është i cilësuar me cilësitë e veta dhe gjithmonë ka qenë veprues me ato cilësi. Edhe e folur e Allahu subhanahu wa taala është cilësi që nuk ka fillim, jo vetëm si fakt që Allahu është i cilësuar me të, po Allahu gjithmonë ka folur e gjithmonë ka për të folur. Dhe fjala e Allahut nuk është e kufizuar. Nuk është e kufizuar, mirë, po është fjalë pra ndryshe nga krijesat nuk mbaron. Thot Allahu: "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bimithlihi madada." Thuaj, nëse do të ishte deti boj, për të shkruar domethënë fjalën e Allahut, kishte për të shtëruar deti para se të shtëroj fjala e Allahut, edhe nëse sillim edhe një herë domethënë. Pa fjala e Allahut subhanahu wa taala është po themi nuk ka limit, nuk ka kufi, është sikur se Allahu subhanahu wa taala është i përhershëm, i përjetshëm dhe fjala e tij domethënë është nuk mbaron. Kurani është prej fjalës së Allahut. Teurati, ose themi Kurani është fjala e Allahut, Teurati është fjala e Allahut. Ungjilli ose Injili është fjala e Allahut. Mirë, po është vetëm kjo fjala e Allahut? Si thoni? Është vetëm kjo? Sigurisht jo. Sepse tham fjala e Allahut nuk kufizohet. Këto janë prej fjalës së Allahut. Mirë, po nuk janë vetëm këto. Lidhet besoj njëjtë dhe me dijen, se ajo dije shprehet pastaj në fjalë. Normalisht. Dija është e pakufishme dhe Allah shpëlbeft. Si edhe këto rezultat normalisht. Allah shpëlbeft. Edhe këto janë prej fjalës së Allahut. Po ne e tham që fjala e Allahut nuk mbaron. Edhe tham që e folura e Allahut ndahet në sheriatike dhe në universale.
Sheriatike është shpallja. Fetare, pra fjala e Allahut fetare apo sheriatike është shpallja që ja ka zbrit profetëve, ndërsa e folura universale është e folura me krijim, me dhënie jete, me furnizim. Kështu domethënë e tham, Allahu kur do të bëj diçka i thot bëhu dhe ajo bëhet. Kur i flet me lajkeve. Pra futet te folura universale, domethënë që Allahu vepron dhe veprimi i tij asnjëherë nuk është kot. Gjithmonë ndodh, më thon, për një qëllim të lartë. Jalla fi ula. Nëse fjala e autorit ju shfaq malit dhe u bë pluhur prej madhështisë së Allahu subhanahu wa taala. Përmend ajetin, pra kur Musa i erdhi në vend takimin ton dhe i foli Allahu dhe Musa i tha: O Allah, më mundëso që të të shikoj. Allah i thot len të rani, nuk të të më shikosh. Lakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Mirë po shiko malin. Edhe nëse mali do të qëndrojë në vendin e tij, atëherë ti do të më shikosh. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka. Kur Allahu i shfaq malit e bëri pluhur, wa kharra Musa sa'iqa. Dhe Musa i ran, më thon, i ran fikët pra prej asaj ngjarje. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilayk wa ana awwalul mu'minin. Dhe kur erdhi në vete tha: i pastër jeti o Allah për çdo tmete, dhe un jam i pari i besimtarëve, ose prej besimtarëve. Në këtë fjalë mund i kam rënë më gjatë faktikisht, këtu nuk është se do mundohemi ta përmendim shkurt sepse autori siç duket nuk e ka cekur më mbrapa. Është çështja e shikimit të Allahut subhanahu wa taala dhe nuk e ka përmend, pra me sa kam parë tek libri, nuk e ka përmend këtë çështje. Ai që do më shumë zgjerim e kam përmend faktikisht te shpjegimi i akidës tahawije, më me detaj, më hollësira. Thot, pra kush do mund t'i kthehet asaj dhe normalisht ka më shumë përfitim. Mirë po, siç kemi thënë në fillim të kur e nisëm shpjegimin e akidës Ibn Abi Zeid al-Qayrawanit, duke ecur me qëllimin e autorit, autori ka dashur që këtë ta bëjë diçka të shkurtër, për ata të cilët do t'i futen studimit të jurisprudencës, të jetë një fazë përgatitore, pra mos t'i futet degëzimeve pa mësuar bazën. Edhe duke e hetë si mas qëllimit të autorit, edhe ne nuk është se, kur kemi shpjegu këtë, nuk është se jemi zjeru shumë, në me thonë me detaje. Po kemi treguar gjërat kryesore, si mas mundësis jemi mundu, dhe me thonë, mos me u zjatë shumë mirë, po duke qenë se autori nuk e pas ka përmend, diçka do të tregojmë me lejet Allahut. Në këta jetë që përmendëm, tregon se Musai a.s. e dëgjoi fjalën e Allahut. E dëgjoi. Allahu i foli e Musai e dëgjoi. Çfarë ndodhi me Musain a.s. mbasi dëgjoi fjalën e Allahut subhanahu wa taala? Si çdo besimtar. Është normale çdo besimtar që dëgjon flet me Zotin e tij, pati dëshirë Musai a.s. dëshirë më së normale, o Allah më mundëso të të shikoj. Më së normale. Faktikisht, është për të çuditë se si prej grupeve devijuara arritën deri aty sa që, domethënë, e mohuan shikimin e Allahut. Prej tyre Mu'tazilët, po edhe të tjerë. Madje e bën shikimin e Allahut si një prej gjërave më të pamundura. Si mund shikohet Allahu? Pasi ato e kanë zhveshur Allahun subhanahu wa taala nga çdo cilësi. Edhe normalisht një diçka që është, domethënë, e zhveshur prej çdo lloji cilësie nuk shikohet sepse nuk ekziston. Faktikisht Mu'tazilët me atë lloj rrugë që ndoqën, thuaj se e bën Allahun inekzistent, se nuk mund të ketë diçka në këtë gjithësi që ekziston dhe mos ketë asnjë lloj cilësie. Duke dashur me ruajtur nga përngjasimi, i kanë mohuar Allahu subhanahu wa taala, domethënë
në çdo cilësi. Kënaqësia më e madhe që kanë besimtarët në xhenet, madje qëllimi më i madh që besimtarët e jetojnë në këtë botë, është shikimi i Allahut. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Po i durim me ata të cilët e adhurojnë Zotin e tyre në mëngjes dhe në mbrëmje, duke kërkuar fytyrën e tij. Pra duke shpresuar këtë shpërblim të madh. Në hadithin e Suhejbit thotë që kur të futen banorët e xhenetit në xhenet, dhe Allahu subhanahu wa taala do t'i japi prej mirësive, i pyet Allahu subhanahu wa taala: "Hel turiduna shay'an azidukum?" A doni diçka që t'ju shtoj? I thojnë: "Alam tudkhilna al-janna wa tabyad wujuhana?" A nuk na ke futur në xhennet dhe na ke zbardh fytyrat tona? Në atë moment thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Heq Allahu perden midis ti dhe krijesave, falem yu'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhari ila wajhihi subhanahu." Dhe nuk i është dhënë banorëve të xhenetit diçka më e dashur për ta se sa shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam lexoi ajetin ku përmendet el mazid, se s'pom e rëndësishme, më thonë waladejna mazid, ku përmend Allahu subhanahu wa ta'ala: lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Ata të cilët kanë vepruar mirë, kanë për të pasur mirësi, el-husna, që është xheneti, wa ziyada. Kjo ziyada edhe prej disa sahabive, komentimi është shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirësia më e madhe që kanë banorët e xhenetit është shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky shikim, sikur se ka ardhur profetit në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, sikur se e kanë sqaruar dhe dietarët, do jetë shikim bila ihata, pa gjithë përfshirje. Do të thotë, ti nuk ke për ta parë Allahun subhanahu wa taala të plot nga të gjitha anët, po themi. Një shembull sjell Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, thotë kur ti ndodhesh para detit, ti edhe pse e shikon detin, ama nuk e shikon komplet. Shikon atë që ke para syve. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë do ta shikoni Allahun si natën, domethënë si në natën e 15, si hëna në e plot në natën e 15, apo si dielli thot ditën pare. Dhe thot innakum la tudammuna ru'yata rabbikum, nuk keni për të dëmtuar në shikimin e Zotit tuaj. Pra do të shikohet, do të jetë e para shikimi i qartë, do të jetë lart, pa gjithë përfshirje, edhe do të jetë shikimi i lehtë. Pra se ti po ta shikosh diellin nuk e shikon dot, ama ai do të jetë shikim i lehtë. Thot profeti, nuk do të dëmtoheni në shikimin e Zotit tuaj, keni për ta parë lehtë. Alel araiki yanzurun, në koltuqe. Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Atë ditë fytyra do të jenë të ndritshme duke parë tek Zoti i tyre. Pra shpërblimi më i madh pikërisht shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është ajo për cilën ne veprojmë dhe punojmë. Shikimi i Allahut subhanahu wa taala, përveç se e pohojnë argumentet, por dhe logjikisht ta marrim prej arsyes, është diçka, është nga gjërat më të mundura, domethënë. Pasi diçka, domethënë Allahu subhanahu wa taala, i cili ekzistenca e tij është reale, atëherë dhe shikimi i tij është i mundur, përdesa ai ka cilësi, atëherë diçka që ka cilësi është e mundur shikimi i tij subhanahu wa taala. Ndërsa fjalët që kanë thënë len terani, pra ti nuk do të më shikosh,
Zamakhsheriu ka qenë prej atyre që ka bërë studim të madh, duke dash të pohoj që kjo lenterani nënkupton mohimi i shikimit në formë të përhershme. Normal nga ana gjuhësore, do të thonë, ai nuk ka argument as nga dietarët e mëdhenj gjuhës, edhe as në një lloj argumenti fetar ku mund ta përkrah pretendimin e tij se fjala lenterani ti nuk do të më shikosh, do thonë ka për qëllim mohimin e shikimit pra në këtë botë dhe në botën tjetër. Allah shpëlbeft shehun se ma kujtoi, Allahu subhanahu wa taala nuk shikohet në këtë botë, por do të shikohet në botën tjetër. Pra shikimin këtë botë përfshin fjalën lenterani, ti nuk do të më shikosh. Jo sepse Allahu subhanahu wa taala nuk mund shikohet, po nuk mund shikohet prej nesh. Do thonë, nga që trupat tonë, përderisa mali i cili është aq i madh, madhështor, nuk arriti ta duroj këtë shikim, atëherë ne jemi më të dobët, domethënë, mirë po në botën tjetër, besimtarët do ta shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Në tokën e mahsherit do t'i shfaqet Allahu me një lloj thon pamje, jo si pamje në xhenet, mirë po do t'i shfaqet. Thot hadithi, domethënë, kur gjithë secili shkoi tek ai i cili e ka adhuru, i flet Allahu besimtarëve. Çfarë po prisni? Presim Zotin ton. Tha, unë jam Zoti juaj, i flet Allahu. Thon hatta nanzur ilayk, pra derisa të shikojmë. Pa presim derisa të shikojmë. Dhe në atë moment thot profeti sallallahu alajhi wasallam, i shfaqet Allahu duke i qeshur besimtarëve. Pra e shikojnë Allahun subhanahu wa taala në tokën e mahsherit dhe pastaj e shikojnë mos i futen në xhenet. Këtu kanë thënë dietarët edhe se mendimi më i saktë është që në dynja edhe profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka parë Allahun, mirë po ka parë perden që ka qenë midis tij dhe krijesave. Ndërsa e kanë diskutuar dietarët, po e përmend shkurtimisht që besimtarët a do ta shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Ibn Qaymi e përmend që argumentet të çojnë që kanë për ta parë, mirë po do jetë një lloj shikimi, nuk kanë për ta parë pra në tokën e mahsherit, pra nuk kanë për ta parë në formë të qartë. Edhe kjo më shumë, domethënë, thot Ibn Qaymi, do të jetë pra në formë ndëshkimi që nuk kanë për ta arritur me e pa. Pra thjesht do ta kuptojnë që është Allah, po nuk do ta shikojnë të qartë. E do të dëshirojnë ta shikojnë. Dhe nga argumentet e tjera, faktikisht më bëni Allah se nuk i kam rendit, nga që autori, domethënë, nuk e ka cek, domethënë pikërisht në këtë temën që po lexojmë tani, thjesht e pash që u cek, domethënë, përciptazi, edhe me sa pash prej librit nuk e ka përmend më mbrapa, prandaj ato që po më vinë, ato po mundohemi të kështu, edhe nëse nuk i kemi rendit, domethënë, na e bëni halal. Tham që pra do ta shikojnë Allahun në formë jo të qartë. Dhe për argumenteve të cilat pohojnë, për argumenteve të normalisht ka dhe për dietarëve që se kjo është nga çështjet që ehli suneti kanë rënë mos pajtim me njëri tjetrin. Ka dhe për dietarëve që kanë thënë kategorikisht nuk do të shikojnë. Po. Gjithmonë që kjo ide, më shërë do të ka ikhtilaf, domethënë që midis elisinës që mund të shikohet apo jo? Po. Nga besimtarët. Jo, nga jo besimtarët, gjithmonë. Nga jo besimtarët. Se besimtarët do shikojnë? Po, se tregon hadithi në formë qartë. Ndërsa për jo besimtarët, Ibn Qaymi ka thënë se të gjitha takimet që përmendet, të gjitha argumentet që përmendin takimi thënë përfshin edhe shikimin. Ky është nga argumentet që përdor Ibn Qaymi. Imam Ahmedi është prej atyre që nëse zgaboj ka, domethënë, i bën tafsil, i bën shtjellim që thot munafikët janë ato që nuk do ta shikojnë, kurse ato të tjerët shumë radhë
mendim tjetër është që nuk do ta shikojnë kategorikisht. Nga argumentet që e pohojnë se shikimi i Allahut subhanahu wa taala do të ndodhi për besimtarët është pikërisht fakti që jo besimtarët ndëshkimi më i madh që kanë, kush është? Është mosparja e Allahut subhanahu wa taala. Kella innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun. Kurse si atë ditë ata do të jenë, domethënë, të penguar nga shikimi i Zotit tyre. Kjo tregon pra që besimtarët shpërblimi, këta cilët po dënohen me këtë lloj ndëshkimi, besimtarët shpërblimi i tyre që do ta shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin pra ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Dijeni se askush nuk ka për ta parë Allahun derisa të vdes, pra derisa të dalë para Allah dhe derisa të shkojë në xhenet. Abu Dharri, nëse zgaboj, ka qenë që thonte e dua vdekjen, thot, sepse ajo më çon në takimin me Allahun subhanahu wa taala. Vazhdojmë në kapitullin tjetër. Për 26 minuta ta S'kam shumë, do më ndonë t'i kalem shpejt. Apo ta lem tu edhe. Nuk është unë nuk të ngon. Ti? Unë shumë lift. Vazhdon autori thot dhe imani në kaderin khejrihi o shërrihi, pra i mirë ose i keqi, o hulwihi o murrihi, pra ai që është i ëmbël ose ai që është i hidhët, pra për caktimit të Allahut subhanahu wa taala, kullu dhalika qad qaddarahu Allahu rabbuna. Të gjithë këtë e ka caktuar Allahu, Zoti jon. Wa maqadirul umuri bi yadihi, pra çështjet për caktimet janë në dorën e tij. Wa masdaruha an qada'ihi, pra dhe burimi i tyre është prej, do të thonë, gjykimit apo caktimit të tij, qada'ihi. Wa masdaruha an qada'ihi. El-umur, el-maqadir. Pra burimi i tyre është prej caktimit apo prej caktimit të Allahut. Alima kulla shay'in qabla kawnihi, ka ditur çdo gjë para se të ndodh. Fajara ala qadarihi, dhe çdo gjë eci sipas përcaktimit të tij. La yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qadahu wa sabaqa ilmuhu bihi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Pra robërit nuk kanë ndonjë fjalë ose ndonjë vepër, vetëm se Allahu subhanahu wa taala e ka përcaktuar, pra duke e ditur edhe duke e dëshiruar këtë gjë subhanahu wa taala, dhe thot a nuk e din se kush ka krijuar dhe ai është i buti dhe i mirë informuari. Yadhillu man yasha'u fayakhdhulu bi 'adlihi wa yahdi man yasha' fayuwaffiquhu bi fadlihi. Pra lën humbje këtë doj dhe poshtron apo e lë, domethënë aty ku është me drejtsinë e tij, dhe udhëzon këtë doj dhe jep sukses për mirësisë e tij. Fa kullun muyassar bi taysirihi ila ma sabaqa min ilmihi wa qadarihi. Çdo person, çdo kujt i është lehtësuar në atë të cilën e ka kaluar, pra ka qenë në dijen e tij dhe në përcaktimin e tij, min shaqiyyin aw sa'idin, pra qoftë domethënë person shaqi, pra i mërzitur ose i gëzuar. Ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yurid. I pastër është Allahu dhe i lartë që të jetë në sundimin e tij diçka që ai nuk e do. Au yakuna li ahadin anhu ghina khaliqan, ose të jetë dikush prej krijesave të tij, domethënë i pasur për Allahu subhanahu wa taala, khaliqan li kulli shay'in illa huwa. Rabbul ibad wa rabbu a'malihim al-muqaddiru
li harakatihim. Allahu subhanahu wa taala, do të thonë, është ai I cili ka krijuar çdo gjë, dhe ai është robi I robërve, është Zoti I robërve, I krijesave, dhe Zoti I veprave të tyre, ai I cili ka përcaktuar lëvizjet e tyre dhe jetën e tyre. Besimi në kaderin është një prej shtyllave të cilat përmblidhet imani. Në hadithin e Xhibrilit, që të gjithë e dini, kur shkon Xhibrili alayhis salam e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam, tregon çfarë është imani, I thot: besosh Allahun, me melekët e tij, librat e tij të dërguarit, ditën e fundit dhe kaderin, domethënë khairihi wa sharrihi, pra I miri ose I keqi, po themi. Dhe prej çështjeve që flitet, e para është, siç tham, që kaderi, domethënë, dhe besimi në kader, në përcaktimin e Allahut, është një prej shtyllave të imanit. E dyta prej çështjeve, në fjalën e autorit, është se në Kur'an kanë ardhur ajete të shumta dhe në sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam kanë ardhur hadithe të shumta të cilat e pohojnë kaderin. Thot Allahu: inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar. Çdo gjë e kemi krijuar pra me përcaktim. Qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj, nuk do të na zër ne vetëm se ajo që Allahu ka caktuar, ka shkruar për ne. Ndërsa prej sunetit, Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy librat e tyre kanë bërë një kapitull, domethënë specifik për kaderin. Pra kanë renditur aty hadithet që flasin për kaderin. Nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë se ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Abu Huraira, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, muslimani I fort është më I mirë dhe më I dashur tek Allahu se sa muslimani I dobët. Dhe tek të dy ka mirësi. Mundohu pra të jesh I zellshëm për atë që të bën dobi, mbështetju Allahut dhe mos u bëj, do të them, përtac. Dhe nëse të godet diçka, mos thuaj nëse do të kisha bër këtë, do ndodhte kështu ose kështu, por se thuaj qaddar Allah, pra kështu ka vendosur Allahu, wa ma sha'a fa'al, dhe atë që don Allahu e vepron. Sepse kjo fjala sikur unë të kisha bë, është hap një derë prej derave të shejtanit ose prej punëve të shejtanit. Gjithashtu nga Tausi thot, transmeton Imam Muslimi deri tek Tausi, thot: kam arritur njerëz nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët thojnë çdo gjë është me përcaktim. Tha, e kam dëgjuar Abdullah ibn Umerin thot, ka thënë I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë është me përcaktim. Hatta al-ajzu wal-kays, aw al-kays wal-ajz. Edhe përtatësia ose zhdërvjellësia, domethënë kur njeriu është pra I vullnetshëm për të bërë diçka, edhe kjo është e përcaktuar. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannah wa maq'aduhu min an-nar. Faqalu ya Rasul Allah, afala nattakil? Qala a'malu fa kullun muyassar. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, secili për jush I është shkruar apo I është përcaktuar vendi I tij në xhenet dhe vendi I tij në zjarr. Than, o I dërguari I Allahut, atë mbështetemi për kësaj përderisa ne na është caktuar, domethënë, vendi ta lëm. Tha profeti, punoni fa kullun muyassar. Pastaj lexoi fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ai cili ka dhënë فأما من dhe ishte I devotshëm, o saddaqa bil husna, dhe ka vepruar me më të mirën, fasanuyassiruhu lil yusra. Do ja lehtësojmë, domethënë për tek e mira, për tek më e mira. Edhe shiko, kaderi është dy llojesh.
kaderi është dy llojesh. Hadithi që thot janë ngrit lapsat edhe është tha boja, aty futet kaderi që nuk ndryshon. Dhe tek Lauhil Mahfudh aty është shkruajtur edhe duaja jote. Pra është shkruar aty edhe fakti që ti e bëre duan dhe u ndryshua diçka që ishte caktuar për ty. Hadithi tregon se të gjitha veprat e robëve, të mira ose të këqija, janë të përcaktuara. Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar dhe se njeriu do të jetë për njerëzve të mërzitur apo të brengosur, ose do të jetë për njerëzve, domethënë të gëzuar, qoftë në këtë botë dhe në botën tjetër. Të gjitha Allahu subhanahu wa taala i ka përcaktuar shkakun dhe pasojën. Allahu subhanahu wa taala është ai që ka përcaktuar shkakun dhe pasojën. Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu ma thot, isha me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam një ditë dhe tha: "Ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuk." O djalosh, unë do të mësoj disa fjalë. Ruaj Allahun, pra ruaj fenë e Allahut, do të thot, ai të ruan ty. Ihfazillaha tajidhu tijahak, pra ose tujahak. Ruaj Allahun, do ta gjesh para vetes. Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Kur kërkosh, kërko prej Allahut dhe kur të mbështetesh, mbështetju Allahut. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Dhe dije se nëse ummeti do të mblidhej për të bë dobi me diçka, nuk do të bëjnë dobi vetëm se me diçka që Allahu e ka shkruar për ty. Edhe nëse do mblidhen me të bë dom, nuk të bëjnë vetëm se Allahu e ka caktuar për ty, pra që me ta bë. Janë ngrit lapsat dhe dhe janë tha fletët, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Çështja e tretë është se kaderi, pra besimi në caktimin e Allahut, përmban 4 gjëra. Pra fazat e kaderit janë 4. Faza e parë është dija e Allahut subhanahu wa taala, e cila ka përfshirë çdo gjë. Pra Allahu në pafundësi ka ditur çdo gjë që do ndodhi. Çdo lëvizje në këtë gjithësi Allahu e ka ditë para se të ndodhi. E dyta është se Allahu e ka shkruar çdo gjë në Lauhil Mahfudh. Çdo gjë që do të ndodhi para se të krijoj qejt, domethënë, dhe tokën, që para 50.000 vitesh para se të krijonte qejt edhe tokën. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kataba Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa Allahu as-samawati wal-ard bi 50,000 sana." Qal: "Wa 'arshuhu 'ala al-ma." Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka shkruar për caktimet e krijesave para se të krijojë qiellin dhe tokën, pra 50.000 vite. Pra 50.000 vite para se të krijonte qiellin dhe tokën, dhe arshi i tij ishte mbi det. Çështja e tretë, ose faza e tretë, dëshira dhe vullneti i Allahut subhanahu wa taala, që Allahu e ka ditë çdo gjë që ne do veprojmë. Më falë, se Allah shpëbleft mbi ujë. Po, Allah shpëbleft. Po, mbi ujë, po. Përkthimi ishte i saktë, Allah shpëbleft. Jo, Allah shpëbleft, përkthimi mbi ujë ka ardhur. Po. Çështja e tretë është se po. Jo, Allah shpëbleft, Allah shpëbleft. Faza e tretë e përcaktimit të Allahut është dëshira dhe vullneti. Pra Allahu subhanahu wa taala e ka ditur çdo gjë që ne do veprojmë dhe kështu ka dëshiruar. Këtu mund përmendim një çështje që ose mbasi ti përmendim këto të katërta, pra Allahu subhanahu wa taala ka dëshiruar çdo gjë që të jetë në këtë lloj forme, edhe çdo gjë që ka ndodhur është si pasojë se Allahu kështu ka dëshiruar të jetë. Pra Allahu e ka ditë që ne do veprojmë kështu, e ka shkruar, kështu ka dëshiruar, e prandaj ndodh në këtë lloj forme.
Normalisht. Normalisht. Në çdo gjë që Allahu subhanahu wa taala Allahu na të çdo po. po. Në udhëzimin e tij. Po. Pra, Allahu shpëleft, domethënë çdo gjë që bën Allahu ka urtësi, xhella fi ula. E katërta është se Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar çdo gjë. Faza e fundit e përcaktimit pra e kaderit është krijimi, që Allahu subhanahu wa taala çdo gjë e ka krijuar, çdo lëvizje tonën, pra na ka krijuar ne. Ka krijuar jetën tonë, na ka dhënë jetën. Ka krijuar çdo gjë që ne veprojmë. Janë brenda krijimit të Allahu subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli shay. Pra, ky është argumenti që Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Dhe këtu lind pyetja, thënë njeriu është, domethënë, i lirë, është i lirë, domethënë, në atë veprimin e tij apo është i imponuar? Njeriu është edhe i lirë, ama dhe i imponuar, po themi. Sepse ne nuk veprojmë vetëm se me atë që Allahu ka kriju. Masi Allahu e ka ditë çfarë ne do të veprojmë, domethënë Allahu e ka ditë që ne kështu kishim për të vepruar dhe në zgjedhjen tonë ne jemi të lirë. Ama ne jemi brenda saktimit dhe krijimit të Allahut subhanahu wa taala. Për çdo gjë ka ndodhur se Allahu ka dëshiruar. Duke e ditë që ne këtë do të zgjidhnim, ashtu e dëshiroi, ashtu e krijoi dhe na lejoi që ne të veprojmë atë që Allahu ka ditë që ne kishim për ta vepruar. Çështja e katërt, ajo që Allah subhanahu wa taala e ka përcaktuar dhe ka shkruar në Lauhul Mahfuz është prej ghaibit, që Allahu subhanahu wa taala e di dhe nuk e di askush tjetër, pra është prej të fshehtës. Dhe ka vetëm dy mënyra që arrihet me ditë njeriu atë që është shkruar në Lauhul Mahfuz. E para mbasi të ndodhi. Kjo është e sigurt. E dyta, nëse profeti sallallahu alaihi wasallam e tregon, sigur se e dim që ka ardhur në ngjarje që profeti sallallahu alaihi wasallam ka kuptohet për shpallje, me shpallje për Allahu subhanahu wa taala, gjërat e ghaibit, gjërat domethënë që do ndodhin në të ardhmen dhe s'kishin ndodhur akoma. Sigur se ka tregu profetësit. Sigur ka tregu që me ghulibat i Rum, në surën Rum, pra që romakët u mundën e pastaj do të fitojnë, ndodhi. Zjarin Medine. Shumë 600 sa vite mas vlerës profetit. Në fazë dhe vetë në kuha, ai zjarin motë. E kanë mëshuar dietarë, në të thirrën e tjerë. Shumë ngjarje domethënë. Është parë. Shumë ngjarje që ka thënë. po. Që akoma një pjesë Po. nuk ka ndodhur akoma, ama na jemi të sigurt që Ardha e Dejjallit, Yexhuj me Xhuxhët, zbritja e Isait, të gjitha këto domethënë, kjo është çështja e ghaibit që është në Lauhul Mahfuz, ka ardhur me shpallje. Do ndodhin. Dhe çështja e fundit dhe me këtë e mbyll. Çështja e fundit dhe nuk ka përfunduar akoma, por se me këtë po e mbyll, është se fjala e autorit, besimi në kader, pra qoftë e mirë ose e keqe, pra e ëmbël ose e hidhur, çdo gjë është prej saktimit të Allahut subhanahu wa taala. Pra siç ka ardhur në hadithin e Xhibrilit, të besosh në kaderin e Allahut, khairihi wa sharrihi, e mira ose e keqja. Çdo gjë që Allahu subhanahu wa taala ka kriju, qoftë prej të mirave ose prej të këqijave, ato janë prej saktimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe janë prej vullnetit të tij dhe dëshirës së tij subhanahu wa taala. Nësa hadithi që ka ardhur në duan e profetit sallallahu alaihi wasallam, wal khairu kulluhu fi yadayka wash-sharru laysa ilayka. E mira është e gjitha në dorën tënde dhe e keqja nuk është tek ti. Themi ky hadith apo kjo dua nuk tregon se e keqja nuk ndodh si shkak e kaderit apo saktimit të Allahut subhanahu wa taala.
Po fjala e profetit nënkupton se Allahu nuk krijon një të keqe absolute. Pra që kjo gjë të jetë vetëm e keqe dhe s'ka asnjë gjë të mirë në të. Pra Allahu subhanahu wa taala krijon diçka, më thonë që mund të ketë diçka të keqe, ama në të ka urtësi dhe ka dhe dobi. Edhe nuk krijon Allahu subhanahu wa taala diçka që të jetë e keqe absolute. Dhe nuk është prej edukatës që ne t'ja atribojmë të keqen Allahu subhanahu wa taala në mënyrë të veçantë apo ta veçojmë pra me diçka që është e keqe. Mirë po, i atribojmë Allahut për shembull në formë të përgjithshme, sikur se themi pra, ka gjëra të këqija, themi Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Edhe nuk është për edukatës, pa të themi të atribojmë diçka që është e keqe, domethënë. Kjo është prej Ose duhet vitur me një pasojë. Ka ardhur si pasojë e një vepre. Po, pra duhet ruhet edukata. Mirë ose një konsistencë në vepra të tjera dhe tani prit edhe pasojën e kësaj që sigurisht një e keqe do vi nga ajo, nuk vi gjë e mirë. Po. Edhe pra kjo është ideja që duhet ruajtur edukata me Allahun subhanahu wa taala. Këtu po e mbyllim vëllezër, nuk e di nëse ka një paqartësi, një pyetje, një shtesë. Vetëm te kjo pjesa e kaderit, do të thënë unë kam bërë. S'kemi mbaruar akoma, po thjesht e lash këtu. Tolerancë aty që njeriu derisa i është dhënë arsyeja, si asnjë qenie tjetër, i është pajisur me arsyeën, edhe tani aty ai ka një fushë veprimi të vetë. Ka vullnet e ri. Dhe ai vullneti është i bazuar tek arsyetimi, ka logjikën dhe elhamdulillah është pajisur me logjikë. Derisa është pajisur me logjikë, është brenda një tolerancë veprimi që është thënë, okay, edhe ti vepron sigurisht me vullnetin e Allahut, po kujdes kur vepron sepse do japësh llogari. Do të kemi parasysh dhe këtë që ty të është dhënë vullneti. Jo, që është shtesë apo kërkon një pyetje. Jo, edhe për ta saktësuar, për ta definuar si, domethënë, është një fushë veprimi që njeriu i lihet. Njeriu është i lihet me të zgjedhjen. I lirë në kuptimin që për shembull, hoxha tani mbajtë mësim. Po donte ai nuk do të mbajtë mësimin. Ose unë tani po flas. Po do nuk flas. Do jam i lirë, kam mundën. Jam i lirë të zgjedh. Ose e bëj këtë gjë ose nuk e bëj. Kjo do është me zgjedhjen e njeriu. Pra njeriu ka vullnetin, është i lirë për të vepruar. Por qoftë veprimi, qoftë tërheqja, janë krijimet e Allahut. Nëse unë flas, e folur është krijimi i Allahut. Nëse nuk flas, përsëri gjithçka është krijimi i Allahut, dhe mos folja. Do gjithçka është pjesë e kaderit. Dhe pjesë e krijimit të Allahut subhanallahu teala. Është pjesë e kaderit. Ne jemi të krijuar nga Allahu dhe veprimet tona janë të krijuar nga Allahu. Por njeriu ti është dhënë, shiko, domethënë këtu nuk ka diskutim, sepse këtu kanë humbur shumë grupe. Herët, që në kohën e sahabëve. Domethënë në punën e kohës së sahabëve dolën këto grupet e para. Në çështjen e kaderit. Sa thoshin domethënë që njeriu është imponuar në diçka. Nëse thua që njeriu është imponuar në diçka, domethënë ata që bëjnë gjëna apo se bëjnë kufër, i pasur Allahu zullum atyre. Është e padrejtë. Dolën ca të tjerë, pastaj janë kaderit. Por ti mundur tjetër. Por ekstremi tjetër, e kupton? Prandaj domethënë dietarët aty i kanë futur në libra dhe i kanë sqaruar të gjitha pse. Por të definuar dhe saktuar për saktuar akiden e pastë quhet, prandaj quhet akide e sunnetit. Aty janë sa kufi shumë të imët që njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm që e mbaj mend. A kupton? Nëse fillon i përkthen ato fjalë për fjalë, dikush nga xhamati që nuk është mësuar me të volën e mësimit, po çfarë këto kupton ç'është ky lloj? Kjo lloj të shprehur kështu pas kupton. Futet në shkollë dietare, domethënë akademike, po aty është shprehur e thjeshtë, nuk është ashtu domethënë e vështirë, ose ka edhe më të vështirë. Po i kanë shprehur në mënyrë akademike pse? Për nxënëse e dijes dhe për të paraqitur akidin e helsunetit, apo kupton? Se kur sa ishin sahabët nuk kishte kështu librash. Se ishte domethënë nuk kishin dalë akoma shumë grupacione, kupton? Dhe ishin tek masa e gjerë, besonin domethënë me akide të pastër. Allahu është lart.
Që ngrej duart lart. Edhe krishterët ngrej duart lart. Nuk thonë që Allahu është kudo. Po. Kështu që nuk ishte nevoja. Më pas dietarët kanë nxjerrë libra, pse se dolën shumë grupe, dolën në u bë një grupe andej, grupe ishte shteti islami, ishte domethënë nga Spanja deri në Kinë, kupton? Kishte grupe të humor plota nga Khorasani, nga Iraku, nga u detyruan që të vendosin libra pastaj. Kjo çështja ka deri të më kujtohet tu te xhamia kam thënë. Po te çështja ka deri mund të lindin dyshime. Edhe kam pas nga temat që kam pas shumë pyetje edhe te kur isha atje kishte pa qartësi. Kujtohet e kam thënë këtu një mbas namazit të Kindis, ka qenë si mbaj mend emrat e kush dietar ka qenë, po thot u përplas ndodhi me një ishte prej xheberijeve dhe edhe tha ulëm me xhlis edhe donte me fillu me xhlisin tha subhana man tanazzaha anil fahsha. Pra, i pastër është ai i cili që është i pastruar apo e ka dëlirësuar veten prej të keqes. Pra, ky thonë pra ky donte me thonë që nuk e ka krijuar Allahu të keqen. Përse këto dy vetë, po me janë tribut. Pastaj i aktheu përgjigjen kush e ka krijuar? Subhane, përgjigje se ata tjerë thonë që Allah s'ka krijuar as kufrin as zinan as shirkun, e kupton? Atëherë i bie që njeriu krijon punën e tij. Sipas konceptet atyre. Sheikh Sabuhi tha subhana man la yakunu fi mulkihi illa ma yasha. I pasësh ai për i cili nuk ndodh në sundimin e tij vetëm se ai don. Efe yasha rabbuna an yu'sa, i tha ai bie që Zoti jon do që ti bëhet atij mëkat. Efe yu'sa rabbuna qahran, ai bëhet Zoti ton mëkat, do të thonë me imponim që ai nuk e ndalon dot. Edhe mendoj pastaj se do e kapte, i tha nëse unë tha devijoj tha dhe ri në humbje dhe pastaj shkoj në xhenem tha. A më ka bërë Allahu mirë tha apo më ka bërë keq tha? Më ka bërë drejt apo më ka bërë pa drejtësi? Edhe i tha nëse ai tha të ndalon, pra nëse nuk më udhëzon Allahu tha, nëse ai tha të ndalon diçka që ta ka për borxh, atëherë ka bërë pa drejtësi. E nëse të ndalon diçka, do të thonë që është mirësi e tija, atëherë s'ka bërë pa drejtësi. Pra ideja i tha dietari e Ehli Sunetit, i tha, nëse Allahu të kalon humbje duke ta pas edhe nëse themi që ta ka për borxh me të udhëzu, atëherë po të ka bërë pa drejtësi. Po kjo është Allahu është i pastër për kësaj. E nëse është mirësia e tij, atëherë ajo është, do të thonë është mirësia e tij që ja jep kujt doj. Edhe s'mund ta bësh ti në formë nuk e konceptoj dot, domethënë kur merr konsiderat Allahu, domethënë se ai konceptoj me infinite, domethënë. S'mund ta thosh ta ka Allahu borxh. Si mund ta përcaktosh ti vetë? Subhanallahu wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.